mi të herë edhe në një video tjetër. Okej, të ju prezentova videon e fundit të do me atë kutina që kita marrë dhe qoha kutia. Do bëja që të termimin e çantave. Se të kam aqe të më çanta, verore, dimërore, në verë, jo verore, dimërore, po në verë unë nuk kërtë të i përdorë shumë. Edhe më gjej në kohë të bëjnë në rëmuj aty në dollap. Edhe të ti që të moja robatën. Çantat e dimërit do t'i lëja, të çantat e verë do t'i fuqë përrenda. Okej, bilo. Që çanta, nuk e di, e qikoni të apërojnë pak më shumë. Tani ju përqoj po. Që çanta DHL, është shumë e bukur. Ja, ka një cepë tu. Nuk është shumë e bollëshme, po okej, kur dalu marrë të dite, që e përdor, ta vetëm për marrë të dite i përdorë të çantat, edhe ku dalë para ditë ta vë në një budallikë të vogël, okej e për të tashme. Të që kam vënë në verë, edhe me që ka ngjyra si gëri, unë në gëri mendja ime, kur thotë ngjyrën gëri, do më thënë që përdoret të për në dimër. Dhe unë në dimër do të lë këtë. Këtë çantën, se të ka ardhur me qetën e vete e përdorë për të mbajë të formën në gjoja të çantën. Të nuk dua të laparoqet dhe është shumë e celët e që çantë. E keni para të petë në video të mia që bëj me auto vite dhe më pëlqen në shumë. Është e bardhë me lule roze dhe fjongo. Kjo normalite që ka vibin e verët, prandaj do ta vutë për verë. Edhe kjo është një ndër të preferuara të mia. Është një çantë verore, e cile me to që të thurra, nuk e di e qikone, me modelin të thurur, dhe ka edhe këtë çopën e bardhë që të mund ta heqet ose mund ta vërtë, po me që e këtë çanta vetë edhe që jo të morë që dalohen në gjërat që ke përënda. Do ta kam në një sekret, po morë që të binë, të në mendjen time, po e oqa këtë do binë në gjërat. Përleqen në ndërë të preferuara të mia, prandaj do ta vutë në kuti. Për verë. Kjo çanta dhe kjo çanta ndër është të preferuara ime. Për e tam kapenat e to bërenat e karote, kjo. Çanta e cile e hytë lartë. Pëlqen dhe artë vika të pëndëtimër. Prandaj e që kam vënë në verë, do të vetëni me që përret. Kjo është vendin e parë. Nuk është çanta e bollshme, është çanta pak më e vogël të tjera, po është çanta ime e para që kam marrë. Dhe një çanta tjetër, po atë çantën e olla që të u përrita, po që regjitë së to. Është ka këtë që mbahet, nuk e di që ta quaj, ripin në që mbahet, e ka me push, dhe vetët me zemër, dhe është me bukur. Një xhepë ka këtu brenda, hapet me kopër, dhe një xhepë ka këtu brenda, ka dhe ripin e gjatë që mund ta parë që në qava që i përdorë unë në çantat. Dhe është shumë me bukur. Këtë vetëm dimërin, për këtë çantë e kam ndëruar që të ville ta vë. Vjetë dimërin e kaluar e kam përdorë për tuaj e të për ditë.
me çdo auto vit mund më çuqja këtu apet të rriqet të qo. Tani nuk po e hapa ta rezervorët, po mund ta qikoni, qo apet. Dhe këtë për në dimër, këtë nuk e dimër. Se të artë njëra baby pink. Dhe, okej, edhe qo e bollot merë, dhe kur da e bollot e, nga kare pizza. E ka marrë të tiku të kur da dhe i paka. Këta e përdor edhe në dimër, që edhe në verë, e përdor kur mbaj në një gjë ku ullëtoj, që të artu me bollot me. Ka artu më cepa, të mund të vijet të jo telefoni, jo të gjitha, ka edhe cepa të jartëm, që mund të verë të telefonin jartë edhe mund të marrë çokolaj, po nuk e di ku të vend. Të nxjerrë njëherë jashtë të kutit, se të këtë e për të brenda kutitës se të nuk e përdor për erë. Ju tata, vetëm në ratët e që ullutoj, se të artu me bollot me. Po të maj për dita nuk e di, to tantë të mëlaja. Për dita, mua më duke që kur ta po mban. Ku dy gjëra mbaj gjithsej. Kur dalën, nu jam nga ato që bëjnë uarç ma i begë, gjitha ato gjëra. Edhe përëndaj do të vë në kuti. Për gjë po edhe të liroj vëndin, a që të në kuti. Nërtu më pak të kam të dimërore, me duke të mote të verë. Jo, po. Kjo është tani, kjerë si e një torë, për ju lutëm shumë. Një pak sa e lezetme, atë ngjyra e zetë me kuadrata të bardha që këtë ndalë si Gucci, tamam që Gucci, që ato palto të Gucci të që ici në modë, nuk e di ka ndalë nga moda apo jo, po për mua atë një nuk dalë. Dhe ka edhe një lepër të vogële që bukurimi e manë, qikojni. Nuk e qikoni mirë të. Në ju lë dërita. Po qikojni qa i bukur që ka le qantën e vetëm i manë. Ka dhe ripin e vetëm normalisht që varet në qanë. Okej, është e bollot me. Nuk mund të të mërë që tu me bollot me, po e bollot me. Qantët e temur. E dini qatë bollot me mund të jenë qantët e temur. Për e dimër me që po prej. Këta. Që qanta është maj jo, më valën një lopu morcokino. Qetër ato qërë, qanta Leila. Ta më ka ardhë nga Italia. Firmën në tani firmën nuk beqoje që do ta qemë shumë mirë. Është Leila. Me to detajet të gold, këtu apet. Ja, shtypet të gjotë të rriqet të apet. Është okej, e mja vëtuq me arë. Ka dhe ripin e saj, që mund të mbartë, që du qanta me rip. Unë nuk po i... si duhet, nuk po i përmëndë më. Qanta të ju me ripë, ju pa ripë, që të gjitha të mija kanë ripë që mbajnë në qapë. Se unë nuk i përdore qanta pa ripë, për veç ata i di e gjelit. Që kite ripë, për nuk e di, nuk me përlegje u gjume dhe ja kamel. Tani që e dua, nuk e gjejit që e kamel. Edhe që, të do të maj për dimër. Që të ngjyra e dimërit të madje dhe i laja ki të dalë në modë. Këtë vitë, që do të maj.
çanta tjetër. Kjo çanta kam ardhur me këtë ditë të peku në ta quaj që se nuk mund ta se mirë. Nga Guess. Të çanta më bën ripëti të linje mami. Po e maj për dimër, mirë. Që të artë edhe me ditë të peku në nuk menoj të dorë gjë i quma për sirë. Po e maj për dimër. Të çantën. Edhe që nga Temu, po është shumë e bukur. Është ka detaje xhinxi, është ngjyrë xhinx. Është shumë e bukur, edhe që nuk ka litarin e vet. Dhe të kjo edhe ajo çanta tjetër diesel nuk kanë litar. Me ta kitin litar po uja valla. Amin dia. Ashtu. Ka edhe si ngjyrë silver, zinxhiri, dhe shumë i bukur. Më pëlqen shumë. Edhe të nuk di që të majë që të nuk di që të bëj. Po e majë për verë më që të në dimër e qoj do vë jo çanta të zezë jo. E po e majë në dimër. Me gjithë xhinxi është për çdo kohë, edhe për dimër e për verë. Që që me çumur që do ta lej atë kutit, nuk e di se kam vendosur akoma. O që me bëni prezzo. Tjetër e çanta. Çanta shumë e bukur është kjo. Një firmë gjermane, Unter është të firmë e. Firmë gjermane për odorime. Por shumë e bukur. Atë detajet i ka të bardha edhe të zeza. Lule të zeza. Është shumë e bukur. Po edhe këtë nuk di ku ta vë. Kjo është për dimër. Po unë ku ta vë në dimër, unë ku dalë nuk përdor të tilla çanta. Kjo është çanta spine. Nuk përdor të tilla çanta, edhe po pati vë në kutia, do të vë në kuti. Ose ta lej atë nga që është e madhe, nuk e di. Mund ta lej atë. Po e lej atë. Çanta e fundit. Jo, nuk çanta e fundit, të kam edhe dy çanta, po i kam marrë të ndjerë, do të ndjerë tani. Është kjo çanta. Nga Temu edhe kjo për shumë e vogël, e këtëra e vogël. Çantat e Temu është çantë e bardhë, e keni parë shpejt në video të mia. Është e bardhë me zemër të kuqe dhe ka ripi në detajet e ripit të janë e kuqe e bardhë dhe zezë. Është shumë e bukur, por nuk e nga që është e bardhë edhe ka dhe të zezë, pak të zezë, por është e bardhë edhe më shumë më jep atë mudin e verë, që nuk e di. E përdor më shumë në verë. Edhe që janë të dy çantat e tjera. Kjo çanta është ngjyrë karcte. Ngjyra karcte e surur. Me disa lule dielli. Lule dielli si quhen po. Ta tani normal ta ka motivin e verët, që do ta lëpë në verë, do ta mbushë te kutia. E që çanta tjetër. Të çantën më ka bërë ato që e mamit. Me dorë, që të bënë çanta e të mejtave. Me të çurur normal. Dhe të janë dhjerë ripin në të të. E ka bërë edhe me rip. Dhe gjatë. Me dorë, normal është e surur, me dorë. Është kafe e pjekur.
ka detaje të kave e cilët me gol, rëqu me bukur, këta unë tanë, që nuk e të bollë të për leqenda janë të konicu. Okej, kjo jetë videoja ime zemëra, nuk e di ju ka pëlqyer apo jo, mua të marrë janë të organizimit çantave, ja që më pëlqen në mërçum çanta, dhe unë azët. Okej, zemëra ju, bye!